Motra jeme ka hisën sa t'je gjallë te une. Te une, te baba, te vllazënit, krejt derën qelë gjithmonë ka. O dhe hisë shka t'ja do shpirti bre. Bravo. O shka t'ja do shpirti vallaj. Motrës tem, i kisha thonë ma së mlov zoti pa ti. Ku t'shka një derën e huj, shka me bana. Se i na mësu me ta. Terin vdekja vlerësoj mundën e sajna. Vish mjetë 100.000 euro. Vish mjetë 100.000 euro. S'po hinët e ato shka del plaki me Mercedes, me Audi, ato pilane anësh, a kupton? Kem traktor 12.000 euro. Kem Rakovici 7-8.000 euro. Pi, që ke blis, çfarë shumë e bëhet fjallë? 8.000 euro vish toke shpi. Prej që sajt toke, ke punojmë na pëlqyjmë specave na, krejt sanda që këna ble, me toke, me kera, me krejt, kur vëlloj s'na ka fol, hiç. E unë tash po të ngacmoj pak, për krejt këtë mund a ke vendos me i lanë tokë ose diçka pasuni motrës tonë? Motra jeme ka gjithmonë pasuni. Gjithmonë, herë do kur do, motra jeme, herë do kur do që të martohet, motra jeme ka hisën sa t'je gjallë te une. Te une, te baba, te vllazënit, krejt derën qelë gjithmonë ka. Derën qelë po dhe hisë do o dhe hisë shka t'ja do shpirti bre. Bravo. O shka t'ja do shpirti vallaj. Bravo të qofë se do të me vlerësu mundin edhe sakrificën e vojzave. Shqyr zotit që kom, është e nashme, ti i ki pa tash këto që pa dalin, nuk është motra jam atë në vallaj, jo për diçka po nuk ja bon dërgjigje, se është e respektushme, është e moralshme vallaj. Krejt një fshat e njojnë që është pëntore vallaj, një fshat. Edhe ju po ja, qaj kishe thonë që tash për qëtoj video motrës tonë? Motrës tem, që shet qit video, i kisha thonë ma së mlov zoti pa ti. Ku t'shka një derën e huj, shka me bana, se i na mësu me ta. Edhe jo, një qënë për gjumë, qu, se kime shku me vjetë speca, qu se bon zaj, qu se këtë më ra shije bryme. Krejt vlaznive që na troket për mo qunë më gjesë, vallaj. Unë s'po disha me ta veç për qërë zotit që e kemë që të mëjtë. Bravo të qofë që po ja vlerësën jo vlerësën po, o ja vlerësoj motrës te rin vdekje. Te rin vdekje ja vlerësoj mundën e sajna. Sha ka ba mundën ajo, as një qike fshati që të që nuk bën mundën ma shumë se ajo. Vallaj, shumë është pëntore. Bravo. Motra jeme ka hisën sa t'je gjallë te une, te baba, te vllazënit, krejt derën qelë gjithmonë ka. O dhe hisë shka t'ja do shpirti bre. Bravo. O shka t'ja do shpirti vallaj. Motrës tem, i kisha thonë ma së mlov zoti pa ti. Ku t'shka një derën e huj, shka me bana, se i na mësu me ta. Terin vdekja vlerësoj mundën e sajna. Vish mjetë 100.000 euro, vish mjetë 100.000 euro. S'po hinët e ato shka del plaki me Mercedes, me Audi, ato pilane anësh, a kupton? Kem traktor 12.000 euro, kem Rakovici 7-8.000 euro. Pi, që ke blis, çfarë shumë e bëhet fjallë? 8.000 euro vish toke shpi. Prej që sajt toke, ke punojmë na pëlqyjmë specave na, krejt sanda që këna ble, me toke, me kera, me krejt, kur vëlloj s'na ka fol, hiç. Ramadan ti me që të punë, thaj që ke ble tokë, ke ble shpi, ke ble edhe kërë. Në shumë të mdoja, qëfar shumë e bëhet fjallë? Veç të mjetë, s'pa thonë vish mjetë kem një 80.000 euro, vish mjetë. Mjetë e bujtësore, dhe më thonë? Mjetë e bujtësore, s'po hinët e ato shka del plaki me Mercedes, me Audi, ato pilane anësh, a kupton? Kem traktor, që kom ble 12.000 euro. Kem një Rakovici, i thojnë Rakovic traktor, 7-8.000 euro. S'po folëm me këto mjetët bujtësore, 100.000 euro krejt. Do më thonë veç mjetët e bujtësis? Vish mjetë 100.000 euro, vish mjetë 100.000 euro. Po tokë edhe shpi, që ke blis, çfarë shumë e bëhet fjallë? Tokë edhe shpi, se këtu shkon toka shtrejtën. Valloj 7-8.000 euro. 8.000 euro vish tokë shpi.
Që kena ble shtu me qëtë lami, me qëtë punë që kena Me qëtë punë do me thënë me e ke qëtë ble. punë, me krejt qëto që. Kena ble me lope, me krejt kena ble. Do me thënë krejt që to gjana i ke fitu për mes tokës. Për mes tokës, për mes që ti Ma shkur të shqip me speca ke ble me shpi, speca, tokë. me lakna, me krejt. Prej që saj toke, ke punojmë na për qyshime specave na, krejt sandat që kena ble, me toke, me kera, me krejt, kur vëlloj s'na ka falë, hiq. S'na ka falë kur. Vish mjetë 100.000 euro, vish mjetë 100.000 euro. S'po hinët e ato shka del plaki me Mercedes, me Audi, ato pilane anësh, a kupton? Kem traktor 12.000 euro, kem Rakovici 7-8.000 euro. Pi, që ke ble, Tokë. çfarë shumë e bëhet fjallë. 8.000 euro vish toke shpi. Prej që saj toke, ke punojmë na për qyshime specave na, krejt sandat që kena ble, me toke, me kera, me krejt, kur vëlloj s'na ka falë, hiq. Apo nëj plet love, apo nëj në bojtësi, apo nëj në spec, o i sëm vjen marrë për vallaj, pasha zotin, që tash që më thonë shkejtë, më nëjë tham qenë speca. Unë e kom qelë kanala sene, në për banjo krejt, edhe së më ka arë marrë, e po më vjen marrë në speca. Jo, vallaj së më vjen marrë. Kur pishman nuk i bi ma edhe që më këthy që të qekë. O, s'kabrëm me vendonë t'kallzova. Era si të vinjë në Kosovë, era Kosovi vjen kësajna. Po i thëmë krejt, mos lakmoni jashtë se nuk ka sen jashtë. Qëto që e ki jetën tane, bile punion e din çka bën. Sa ne e detyru me shku jashtë, je shku jashtë me gomone, ke reziku jetën tane dhe krejt, ke qëndru 3 vite në kam. Po. Edhe masanina ke vendos, mas disa viteve puna atje, 4-5 viteve, ke vendos në këtë. Kom vendos vallaj, kom vendos e parë që pe hy vlera dhe Kosovës. Po i shohë, tu shku me speca, me sene. A e thash ta përvoj të kthejna në Kosovë. A tro keq? Ja, s'm ka ro keq. Kisha? Po, hish, kur pishman nuk i bi ma edhe që më kthy që të qek. O, s'kabrëm me vendon të kallzova. Era si të vinjë në Kosovë, era Kosovi vjen kësajna. Hala pa hinç, era nani vjen Kosovës, era nani, që qërë se e kena kitë Kosovë. Valloja, ka parë edhe këtu, po ju thom krejt popullit shqiptar që më mline, që më she, po ju thom krejt mos lakmoni jashtë se nuk ka sen jashtë. Qëto që e ki jetën tane, bile punion e din çka bën. Jashtë atë arrizikove, atë mytin e kosh, jo shkoj në kun, jo asi, ma mirë si që të në vend tani nuk ka bre, po ju kalzoj edhe krejt gërbeqarve, njështë nuk jom kundra tyme, po ju thom se i ka hy vlera dhe Kosovës, nuk ka Kosova që thonë ajo ka nga sikur përpare që pa thonë, po është Kosova, ka hy pak nivelin e vetë. Po thu ka ndryshu për të mira. Ka ndryshu Kosova, ka ndryshu shumë, 100% Kosova ka ndryshu. Krejt çmimet bre janë shtrejnë, si të hypin çmimet e marketit, hypin çmimet e specav. A ke po, të na i ka me zanati si të bjen shi, di se çmimi specav ka me hyp, apo kupton? Po. Se ka shumë, ka herë zëgla vite nuk shkojnë, po si të bjen shi. Tash, çmimi shtrejtohet, ma shtrejnë. I hyp vlera. Edhe atë ka ardhë në herë këtor me punu. Jo veç pun të bujtësis, po qa do të qovë. O, hiç besëm jetë, o, jo, vallaj, hiç së më vjen, apo nëj në plet love, apo nëj në bujtësi, apo nëj në spec, o, hiç së më vjen marrë për vallaj, pasha zotin, që tash që më thonë shkejtë, më nëjë tham qenë speca. Nuk është marrë, i motre. Po, nuk është marrë, bre, unë shka. Sa është marrë me punu, ku pa punën të familje jote, nuk është marrë me punu, tonë, tuk tonë edhe e vërtet. Unë e kom qelë kanala sene, në për banjo krejt, edhe së më ka arë marrë, e po më vjen marrë në Svica. Jo, valloj se më vjen marrë, edhe me ardhë prej Amerikës, me ardhë dhe huja, shka për përnën i thamë,
working. Që thojnë me speca. Së vjen Po more. bravo, kështu hec njeri përpara. Dhe ti me ç't punë e keni rregullu jetën e juaj edhe jetën e familjes. Jetën e familjes. Edhe shkurt e shqipja keni pohojri, njeni vend tonë, edhe bravo, shumë bravo. Normal, jem vend të unën edhe çdo sen po jetë mirë. Edhe aty në Gurbet, se edhe pa ta nuk bën, apo kuptosh? Po, kush don me ardhë në Kosovë, le të vjen se Kosova është Kosovë dhe me punu në vend tonin nuk është marrë. Ju kësha lutë krejtve, hajdi në Kosovë se është Kosova e mirë për me punu. Qita janë për juve, për ty gazetare edhe për kamermanin. Faleminderit shumë. Në artu në fshatin tonë më të bukur që fa. Ramadan apo na fol pak më shumë për punën e specave. Sa kilogrami nxjerr? Apo ton? Vallaj, për kilogram nuk e di veçesin bot vallaj. Po, a shumë. Për kilogram një s'pa thon vit një që kjo i qet një 30.000 kg i qet. Që kjo është, vetëm që kjo ja 30.000 kg i qet. Do më thënë 30.000 euro ka qenë investimi e sa i nxjerrni në fund sezonit? Vallaj, qërë tash se kena edhe shpenzime. Normal, pa tjetër edhe mundi edhe lodhja. S'pa thom shumën, po me nxerrëm shumë. Unë të kallëzova jem të knaqen. Për shembull 500 kg, 500 euro. Ka vlerë, apo kuptosh se në euro është kilja. Boll ka vlerë. Me që i të qetë shumë me pagun shumë vallaj. Ka prodhim, unë të kallëzova bërëqet, ma sikur si vjetë, kur një teme nuk më pa që shto që mu ban bërëqeti heret, si shalqini, si speca, si krejt, e ka që i lu me Allah bërëqetin. Pashat madhin, zot. Nashta që edhe je këthy prej Kosovës, ka ta ka përqafu zoti ati din. Ma për ata dhe po, edhe zoti e din që punëtorit ja jep gjithmonë. Pasha zotëna. Valloj, punëtori që është punëtori ja jep zoti gjithmonë. E shë edhe aje që i e të punu me vullnet, edhe te jep marën. Edhe juve ja u ka jo, bravo e qoftë. Për fund Ramadan, a ki edhe një mesazh të fundit për me thonë? Për fund, kësha thonë gjithve, edhe aty në Gurbet, jo që ju bëjt fala krejtve, edhe shqyr zotit, se edhe pa ta, nuk bën, apo kuptosh, po, kush don me ardhë në Kosovë, le të vjen se Kosova është Kosovë dhe me punu në vend tonin, nuk është marrë. Ju kësha lutë krejtve, moshës teme, moshës ma djetër, hajdi në Kosovë se është Kosova e mirë për me punu. Në Ramadan e po shiki edhe misër. Sa hektarë ose sa ari tokë i kiti mbjelluna me misën? Misër i kena 3 hektarë tokë, po këta nuk i kena kështu për, abëdish për me hangë, po i kemë për bakti, për lop i kena, tash edhe një javë filloj me silazhin, për lop, a kupton, ne i thojmë silazh për lop që banët, po tash e banën edhe për lop, mas me konë qëta lop, a vedish që esin qëmështë ma shumë me manë mirë, apo kupton, që edhe vazhdojnë. Sukseset jashtëzakonshme dhe po ja uroj gjithë mirat edhe bravo që mundoheni edhe që punojeni kaq shumë për veten e juaj po edhe për vend juaj, se kjo është në të mirë edhe në vendin tonë, kur kthehen njerëz prej Mërgatës edhe vendosin me punu edhe me kontribu këtu. Faleminderit edhe për juve për këto fjalë të mira. Qita janë për juve, për ty gazetare edhe për kamermanin. Faleminderit shumë. Në artu në fshatin tonë më të bukur që fa. Shumë faleminderit. E na me kaq po e përmbyllim historinë e sotme edhe shihemi prap me një dhuratë prej Ravecit. Ciao!